Ekspozita e parë e Zanit në Gramshëm mbajt në vitin 2017, ndërsa kësehera i solli për art të dashërësit, punime të reja që pasqyrojnë udhëtimin e tij artistik ndër vite. Tani ne po hapim këtë ekspozit për herë të dytë në Gramësh, pasi ekspozitën e parë e kemi hapur në vitin 2017, edhe po hapim sot në 2025. Në këtë ekspozit paraqiten të gjithë punimet që kam bërë unë gjatë jetës time nga 72-shi deri më sot. Ky aktivitet u prit me interes të veçantë duke sjellë në qendër të vëmendjes figurën e piktorit Gramsciot, i cili me krijimtarinë e tij kalon gjurmë në artin pamor brenda dhe jashtë vendit. Në Gramësh ne vim nga Amerika dhe pasioni jonë ka qenë gjithë jetës piktura dhe jam marrë me atë vazhdimisht në mënyrë të pandërprerë deri më sot. Dhe është kënaqësi tani që unë të hap në qytetin tim një ekspozit të tillë me punime të bëra pra, siç e thamë dhe më përpara, për gjatë gjithë jetës time. Me këtë ekspozit Ilmi Zani jo vetëm dau artin e tij me bashkëqytetarët, por edhe përcolli një mesazh frymëzimi për brezat e rinj që duan të ndjekin në rrugën e artit.